Apo e përcakton algoritmi se kush është talent? Dikur për me u quajt artist do e vite punë, prova, skin dhe durem. E sot mjafton me i pëlqy algoritmit. Në epokën e rrjeteve sociale, talenti matet gjithnjë e ma shpesh me shikojshmëri. Sa herë u shpërnda kjo video, sa komente i muri, sa sekunda e mbajti vëmendjen. Algoritmi nuk pyet ku ke studiu, nuk pyet sa ke ushtru, e as sa ke investu në karrierë. Ai e ka vetëm një kriter, apo reagon publiku. Një këngë mundet me u bo hit, jo pse është e mirë, por se është e përshtatshme për sfond të videove. Një fytyrë mundet me u bo e famshme, jo pse ka talent, por pse algoritmi ka vendos me shfaq ma shpesh. Ndërkohë, kur përcjellet kjo valë, ka klikime, ka shpërndarje dhe kështu fama vjen para vlerës. E publiku? Zot, tash na jena të famshme. Nuk kam kohë. Pëlqen, komenton dhe pa kuptu bëhet teoria më e madhe e showbizit modern. Kjo nuk do të thotë që talenti ka humb, por do të thotë që sot për më pa duhet fillimisht më pëlqy nga algoritmi. E pyetja më e thjeshtë është, apo e zbulojmë talentin apo veç po e shpërndajmë atë që na shfaqet më shpesh. Për më shumë informacione klikoni në kanalin Molte TV.